Grupi iniciator për vendosjen e bustit Ledugaxhinit në Shkodër ende nuk ka një përgjigje konkrete nga Bashkia e Shkodër. Në një konferencë për mediat, ato kërkuan që Bashkia të jetë bashkëpunuese në vendosjen e bustit. Sipas tyre, ky projekt nuk kërkon leje për ndërtimin e pallateve, por një nderim për një hero shpirtëror të popullit shqiptar. Anëtarët e grupimit kërkojnë një afat konkret dhe jo zvarritje stresuese burokratike dhe mosmarrje përgjithësisht si deri më sot. Përkundër përpjekjeve tona të vazhdueshme, disa institucione kanë marrë vetëm përgjigje paqartësie. Ne mbetemi të angazhuar të kërkojmë që Bashkia Shkodër të bëhet bashkëpunuese në këtë projekt, duke mbështetur dhe realizuar vendosjen e këtij monumentit si një simbol të nderimit, një nga figurat më të rëndësishme të historisë shqiptare. Mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak të miratohet kërkesa jonë për vendosjen e bustit princit Ledugaxhini si një nderim dhe reflektim i vlerave të tij të jashtëzakonshme. Shkodra ka monumente merituese, por është momenti për të nderuar një princ të vërtet të racës aristokrate shqiptare, i cili ka pasur një ndikim të pakrahasueshëm në jetën sociale juridike të kombit. Ky është një projekt, nuk kërkon leje për ndërtim pallateve, por një nderim për një hero shpirtëror të popullit shqiptar. Ledugaxhini është një figurë themelore për kulturën e moralit shqiptar. Prandaj kërkojmë vendosjen e këtij në një 4 lokacione të propozuara si simbol i fuqisë së kodit të tij dhe të trashëgimisë që ka lënë pas. Dhe e tillë dhe nuk do të qëndrojnë në periferi, as hije e as kujt, fal fjalës dhënë. Është një angazhim për një detyrë si qytetar dhe si kom. Duhet të mbajmë sepse neri shqiptar është mi gjithçka. Kanuni thot, je i lirë me majt burrnin tane, por je i lirë edhe me u zhburrnue. Ne nuk kemi ndërmend të ushtrojmë presion mbi asnjë institucion apo përfaqësues të qeverisë vendore, por jemi të angazhuar për të kërkuar përgjegjësitë e duhura si qytetar dhe kërkojmë ndërimin e një figure të shquar kombëtare për të duam afat konkret dhe jo zvarritje stresuese burokratike dhe mosmarrveshje përgjithsisht si deri më sot. Prej kohësh ky grupim kërkon vendosjen e bustit Ledugaxhinit në qytetin e Shkodrës, por ende nuk ka marrë një miratim nga Bashkia.